Erdhëm. Mirëmëngjesi. Nga Zgjo po deshe Radio Travel 104.6 dhe ekrani i Premium Channel dhe e vazhdojmë aty. Do të vazhdojmë të diskutojmë temën tonë. Tema e ditës është një temë shumë e bukur në fakt, sepse shpesh themi që nuk kemi kohë, por pyetja më e mirë që do duhet të bënim është a na mungon vërtet koha apo na mungon kuptimi? Apo vrapojmë sot pa e ditur pse dhe si mund të japim më shumë kuptim kohës son? Për të folur më shumë për këtë temë, kemi një të ftuar shumë interesante. Almeida Xhaferi, psikologe klinike dhe psikoterapiste, na bashkohet sot në program. Mirëmëngjes Almeida. Mirëmëngjes. Për ftesën, është kënaqësi tani ditën me ju. Më vjen shumë keq që nuk jam në studio dhe kisha dashur shumë të isha aty. Edhe ne do donim, po mbetet për një herë tjetër. Faleminderit shumë gjithsesi. Tani, tema është dukur interesante. Nga sa biseduam bashk, po çfarë përgjigje mund të marrim fillimisht për faktin që na mungon koha apo na mungon kuptimi në ditët e sotme? Së pari tema është vërtet shumë e bukur, edhe është një element që unë diskutoj shpesh me rastet që kam për mbështetje në psikoterapi. Shpesh herë pas frazave që nuk kam kohë apo punoj nga mëngjesi deri në darkë apo nuk kam kohë për të shkuar në palestër, nuk kam kohë për të dedikuar vetes, ne po përpiqemi të shmangim gjëra që në nivel psikologjik na duken të vështira për ta sfiduar veten ose të vështira për të përballuar të vërtetat ashtu siç janë. Kështu që pas frazave nuk kam kohë, me shumë gjasa është një njeri që ose mbytet me punë, sepse kur kthehet në shtëpi aty gjendet me situata që nuk është gati akoma të përballet, as për të procesuar, as për të zgjidhur, dhe fshihet pas fjalëve sot nuk kam kohë apo nuk mund të jemi pranishëm, me obligimet familjare, ose ndonjëherë ne e kamuflojmë nevojën për të thelluar, për të nisur një dietë, do doja shumë të kisha nisur një dietë ushqimore që të humbja pak peshë, por duke qenë se unë punoj, nuk kam kohën që të gatuaj shëndetshëm edhe ta nis këtë regjimin ushqimor. Edhe në këtë rast është një lloj nevoje për të shmangur përgjegjësinë apo përfshirje në një lloj disipline që në nivel psikologjik ne nuk jemi gati. Kur njerëzit thonë nuk kam kohë, unë i bëj një pyetje në përgjithësi dhe kërkoj të më tregojnë me çfarë është e mbushur dita e tyre. Dhe teksa njerëzit tregojnë ngarkesën e përditshmërisë, aty vën re që në fakt ka shumë gjëra që ndonjëherë janë të panevojshme, janë të mbivendosura në programin ton ditor, nuk janë prioritet, mirë po që në mënyrë të pavetdijshme ne i kemi bërë prioritet, ndonjëherë edhe me koston duke anashkaluar veten. Sepse të gjesh kohë për gjërat e rëndësishme kërkon së pari një lloj ndërgjegjësimi të brendshëm, për të përballuar situata që në fillim na dhëmbin, për të gjetur pasaj mekanizmat e shëndetshëm për të zgjidhur ato dhe për të përfshirë në mënyrë konstante që këto zgjidhje të jenë të qëndrueshme. Nuk e di, ndoshta thash shumë gjëra shumë shpejt. Jo, ishte mos e qartë. Almeida, çfarë ndodh psikologjikisht kur njeriu jeton vetëm me duhet dhe jo me dua? Pra bën gjëra që duhet i bëj, mbush kohën, por jo gjëra që do realisht i bëj. Kur ne jetojmë me duhet dhe jo me dua, së pari krijojmë një distancë shumë të madhe emocionale me veten tonë të vërtet. Të bësh suksesshëm të gjitha gjërat që janë obligime dhe të marrësh aprovime apo kupa të vogla shpërblyese nga jashtë dhe ta lësh veten tënde bosh, ne e paguajmë me kosto shumë të lartë emocionale. Mund të pësojmë atë kolapsin emocional në një fazë të caktuar dhe gjendemi duke pyetur veten pse po ndjehem pa humor, pse më ka kapur plogështia, pse nuk po më kënaq më jeta që kam zgjedhur të bëj dhe të ndërtoj, sepse pa dashje kemi harruar të kënaqim atë anën tonë të brendshme më të rëndësishme, kemi harruar të jemi të rëndësishëm me veten dhe për veten tonë, dhe mbi të gjitha
pa kuptuar kemi filluar ta mbysim pak nga pak atë fëmijën e lumtur brenda nesh, që është shumë e rëndësishme ta mbajmë të gjallë dhe të gëzuar gjatë gjithë jetës tonë. Dhe për ta mbajtur fëmijën e lumtur të gjallë dhe të lumtur brenda nesh, do duhet që t'i dedikojmë kohë edhe gjërave që na lumturojnë ne. Pra nuk bëjnë të lumtur fëmijët tanë, nuk bëjnë të lumtur bashkëshortët tanë, nuk bëjnë të lumtur miqt, shokët, as punëdhënësin, po bëjnë të lumtur vetëm ne. Almeda, referuar edhe përvojës tuaj në terapi, cila është, si thua, ndjesia, mendimi që shfaqet më shpesh, është ankesa për mungesë kohe apo për mungesë kuptimi? Ndonjëherë shkojnë të shoqëruara dora dorës me njëra tjetrën. Ne kamuflojmë kaq shumë mungesën e dhënies së kuptim të gjërave, duke thënë që nuk kam kohë, pra krijojmë duke një lloj justifikuar. iluzioni. Një lloj justifikimi, nuk kam kohë për të bërë këtë gjë sepse nuk jam gati të ballafaqohem me veten dhe të jap kuptim prioriteteve apo gjërave të rëndësishme. Është shumë e vështirë për një njerëz që ka menduar të sakrifikoj veten dhe të ndjehet i përmbushur vetëm në një rol të caktuar të jetës. Mendoni një inxhinier që është shumë i suksesshëm në punën e vet, por nuk është zhvilluar në dimensione të tjera të jetës, si baba, si bashkëshort, si mik i mirë, dhe ka vetëm këtë rolin që është i suksesshëm, i fuqishëm, jashtëzakonshëm në punën e vet, Po kjo është çështje i ka këto prioritetesh rolet apo e jo? tjera bebe dhe të pazhvilluara të cilat të bëjnë të ndjesh që nuk i ke dhënë kuptim dimensioneve të tjera të jetës, dhe pas kësaj që ti the Ada është çështje prioritetesh, nuk është gjithmonë çështje prioritetesh, po kjo fjala që kam prioritet profesionin ndonjëherë kamuflon këto të vërtetat e dhimbshme që nuk po ndërtoj një marrëdhënie dot të qëndrueshme, të shëndetshme, nuk po ndërtoj dot familje, ose e kam familjen po e kam disfunksionale, kështu që unë zhytem aty në punë dhe po i them vetes që unë s'kam kohë ose nuk e bëj dot mirë këtë gjën, apo të dish pastaj të japësh kuptim dështimeve, dhimbjeve, plagëve, pa diskutim që shëron çdo proces që është vuajtës për njeriu. Përballja me veten është gjithmonë ajo më e vështirë, është sfidë më vete, po Almeda, pse e kemi kaq të vështirë ne që të gjejmë se çfarë duam vërtet? E kemi të vështirë në Ada sepse në kulturën se si ne jemi rritur në familje është folur shumë pak, është lënë shumë pak vend për të procesuar situatat e vështira dhe për të folur për emocionet e vështira. Ne edhe sot a keni dëgjuar njerëz në përditshmërinë tuaj që thon dikush po më tregonte një ngjarje të trishtë dhe unë nuk dija se si të reagoja, nuk dija se si të sillesha. Ne kemi shumë të lehtë të menaxhojmë situatat e mira, por shumë të vështirë për të menaxhuar veten në ngjarje të vështira që na ndodhin. Sepse e para na ka munguar edukimi emocional në familje. Jemi mësuar të marrim kritika shumë të forta kur nuk ja kemi dalë dot mban në shkollë dhe asnjëherë nuk është vënë fokusi të pyetemi po mirë ti si u ndjeve kur kjo gjë të shkoj keq. Çfarë përjetove? Si mund të ndihmoj? Çfarë do kishe bërë pas? Çfarë mësove për veten nga kjo situatë kur gjërat nuk shkuan mirë? Çfarë do kishe ndryshuar? Duke qenë se ne nuk edukohemi, po mësojmë që ti shmangim këto situata të vështira. I shmangim si fëmijë, për shembull, sjellim mos të tregojmë që kemi marrë një notë të keqe tek prindrit, apo mos të tregojmë që dikush na bullizon sepse kemi frikë që edhe prindrit pasaj do shndrohen në vetvete në bullizuesi tan, duke thënë ti je i pazotit, je i paaft si nuk e menaxhon dot i këtë situatë të vështirë. Kështu që ne fillojmë edhe shmangim. Fillojmë ndryshojmë prioritetet, fillojmë edhe vendosim një lloj mburoje të hekur, të duke gënjur veten dhe duke thënë jam mirë, nuk po e tregoj këtë situatë dhe po i shkaktoj vetes ca probleme më pak. Po duke menduar që po i shkaktojmë vetes disa probleme më pak, në fakt aty i kemi të shtuara. Almeida, me këtë shmangjen, me këto justifikimet që përdorim, qoftë edhe me ritmin e shpejtë të jetës, mendon se njeriu modern po e humbet mundësinë për të qenë i pranishëm dhe për të shijuar momentet? Së pari, njeriu modern jo vetëm që përpiqet që trishtimin apo boshllokun
tashmang duke patur akses në jetën në botën online. Dhe këtu kam parasysh të gjitha ata njerëz që ndjehen të pa vlerësuar edhe që nuk janë të dukshëm në sy të miqve, çfarë bëjnë? Ndërtojnë një botë paralele me njerëz që nuk i njohin fare për të mbushur në mënyrë fiktive këtë lloj boshllëku që kanë në përditshmëri. E njëjta gjë ndodh edhe për sukseset që ne nuk i gëzojmë në përditshmërinë tonë dhe i trombetojmë kaq fort në rrjetet sociale. Krijojmë një personalitet të ri social nëpërmjet rrjeteve. Një lloj ushqimi artificial për të bërë pikërisht atë për të mos ballafaquar gjërat që nuk shkojnë. Nga ana tjetër, unë vërej që ky lloj ushqimi artificial dhe i dëmshëm që na jep një shpërblim të shpejtë dhe të përkohshëm, por nuk na zgjidh situatën e vështirë në vetvete, na e bën më pak të mundur të marrim përsipër përgjegjësi. Se që ti thuash vetes, unë duhet të investoj në këtë lloj aspekti në jetën time, do të thotë që ti të marrësh përgjegjësi, të bësh ndryshime që të kesh rezultate të reja. Të rinjt apo njeriu modern, unë ndjej që e ka shumë të vështirë të marrë përgjegjësi. Prandaj njerëzit sot e kanë më të lehtë të bëjnë seks me partnerë dhe partnerë të ndryshëm, me lidhje të shkurtra dhe të shpejta dhe kanë shumë të vështirë që të mbajnë marrëdhënia afatgjata. Sepse jemi bërë shoqëri konsumi, duam gjërat e shpejta, atë ndjesinë e momentit. Duam ndjesinë e momentit dhe kemi shumë të vështirë pasaj të mbajmë barrën e përgjegjësisë për tjetrin, po dhe për veten tonë në raport me tjetrin. Almida, a janë vetëm rrjetet sociale që po na e marrin kohën apo edhe fakti që gjithmonë më shumë ne po jetojmë brenda kokës tonë dhe jo aty jashtë ku bëhet jeta? Është një mënyrë që ne hapim një portë virtuale për të mbyllur një portë që është e papëlqyeshme në realitetin tonë. Kështu që më shumë se sa ne po jetojmë brenda kokës tonë, unë shoh që është mekanizmi më i pashëndetshëm për të shmangur realitetin, duke i dhënë shpirtit një lloj ushqimi fast food artificial që ka efekte kolaterale, që nuk na lë të rritemi, që nuk na lë të investojmë në raportet e qëndësishme, që na bën të gënjehemi me pak, na bën të gënjehemi me fasadën, edhe i kemi ato rrënjët e bimës së jetës tonë krejtësisht të thara dhe të kalbura, por sipërfaqja ka disa lule të mëdha artificiale aty që nuk ka nevojë as për diell as për ajër, janë aty për të ndihmuar për të parë një realitet të deformuar, për të kamufluar veten në sy të vetes dhe pastaj veten në sy të botës. Almeda, tani secili nga ne ka ato momentet e veta gjatë ditëve ose gjatë javëve kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duam ne, me pritshmëritë që ne kemi, ndjehemi disi të humbur, të shpërqendruar dhe kështu me radhë. Në këto momente kur njeriu ndjehet dhe ka këtë lloj ndjeshmërie në raport me qëllimet e veta, çfarë janë disa pyetje, cilat janë disa pyetje që duhet t'ia bëjmë vetes patjetër për ta ndihmuar, si thua, vetë të dalë nga kjo vorbull edhe për të rindezur motorët, siç thot Mikaela. Po mirë, ka edhe motor që arrin vetëm deri në një pikë, nuk kemi pse dhe sforcojmë veten, se ndonjëherë duket sikur ka një presion të madh shumë nga shoqëria edhe nga influencers edhe nga rrjetet sociale, që ti duhet bësh shumë. Shumë e drejtë, dhe një ndër problemet që njerëzit hasin sot pas kësaj fjalisë që nuk kam kohë, është sepse i vendosin vetes për shkak të këtij presioni që ti citove në Ada, një lloj standardi të paarritshëm. Pra nga dëshira për të bërë shumë apo për të arritur shumë përtej mundësive, rrethanave dhe kapacitetit të tyre, apo ndonjëherë është edhe konteksti në cilin ne ndodhemi që nuk na lejojnë që të bëjmë gjëra dhe objektiva që ne vendosim praktikisht janë standarde të paarritshme. Dhe gjejmë veten që e kemi mbushur ditën me shumë punë, pra punojmë jo smart, po punojmë hard, punojmë në mënyrë të vështirë, raskapisim veten dhe rezultati pastaj nuk na çon në pritshmëritë tona, sepse pritshmëritë janë shumë të larta dhe nuk përputhen
me realitetin ton objektiv. Kështu që kjo është një ndër arsyet që njerëzit janë thellësisht të palumtur, po ndjen edhe të pa realizuar mjaftueshëm, sepse i vendosin e krahasojnë veten me tjetrin dhe duke krahasuar veten me tjetrin dhe jo me atë startin tënd, ne harrojmë të lexojmë progresin ton individual për atë që është. Pra, secili nga ne ka një histori të fillimit në rrethana të caktuara me kushte të caktuara. Dhe ne nëse e kthejmë kokën nga vetja për ta matur veten nga vetja, do kemi një lloj rezultati shumë objektiv të arritjeve tona. Por nëse unë e krahasoj veten me Nadën, e cila ka patur një pikë starti tjetër, ndoshta më të favorshëm se sa imi, do ndjej veten që nuk e arrit dhe nuk e kap dot kurrë dhe kjo do më shërbej si pasqyrimi i pashëndetshëm për të duhet të kesh kokën brapa që të shohësh rrugën tënde, jo rrugën e tjetrit, aktualisht. Ne duhet të kthejmë gjithmonë kokën brapa dhe të shohim në kushtet tona atmosferike në thonjza, sa jemi rritur ne, sa jemi zhvilluar ne. Në këto rrebeshe, shira. Që kanë qenë tonat uniket dhe i kemi përjetuar ne. Kështu që sa jemi rritur ne në këto kushte, duke bërë këtë lloj ballafaqimi kaq të vërtet me veten tonë, do dim së pari të kuptojmë dhe të pranojmë vlerat tona të vërteta, dhe së dyti të mos shmangim pasaj ndjenjat e përgjegjësisë. Po për t'ju përgjigjur pyetjes së kolegut, unë do sugjeroja që secili nga ne të bënte një listë reale, ku do të arrijë, nga e ka nisur, çfarë gjërash ka të tepërta në ditën e tij apo të saj, sepse secili nga ne minimalisht nëse i rikthehem asaj gjë që prekëm pak më herët, minimalisht secili nga ne për arsye të punës apo jo, në fund të ditës harxojmë mesatarisht 1.5 apo 2 orë në ditë duke bërë scrolling, dikush sepse informohet, dikush sepse i duhet të editoj video për t'i hedhur pastaj në rrjete sociale, dikush sepse punon me telefonin, dikush thjesht do të heq mendjen nga gjërat e veta, dikush shmang, ata që shmangin zakonisht mund ta kenë edhe 4-5 orë këtë kohën e humbur. Kështu që ne nëse bëjmë një pasqyrim objektiv të programit ton ditor, pa diskutim që aty do gjejmë gjëra që duhen hequr dhe kemi kohë pasaj për t'i vendosur në funksion të vetes në momentin që ne zgjedhim dhe e theksoj, sepse duhet të zgjedhim që të vendosim veten prioritet dhe të zgjedhësh në një pikë të caktuar të jetës që jo, prioriteti jot je ti dhe pasaj çdo gjë rreth teje do jetë aty ku ti do doje të ishte, është një vendim i vështirë. Dhe këtu dua të citoj atë thënien, nëse ti do të kesh flutura në jetën tënde, së pari ti duhet të ndërtosh një kopësht aty dhe fluturat do vinë, sepse do gjej një vend me lule. Megjithatë, Almeida, edhe për njerëzit që e krijojnë këtë listën, pra e kanë këtë projektin në kokën e tyre, janë pikërisht ndjesitë që ti përmend ato që bëjnë ndarjen e atë vijon e hollë ndarëse midis një jete të mbushur me aktivitete dhe një jetë plot kuptim. Edhe nëse e kemi këtë listën, është mënyra se si ne ndihemi pasi realizojmë disa pika prej kësaj liste. Së pari duhet kuptojmë që ndihemi në një formë të pa plot, sepse rrethohemi nga njerëz që na zvoglojnë. Kjo është një pyetje që do të thotë rrethohemi nga miq apo të afërm kur ne e ndajmë këtë objektivin, se njeriu ka edhe tendencën që kur merr vendime të reja, ta ndaj me njerëz që mendon që ka të afërm. Dhe nëse janë të parët njerëzit e afërt që na dekurajojnë dhe nuk na dekurajojnë se nuk na duan, po na dekurajojnë sepse dhe ata kanë dhe ata kanë frikrat e tyre brenda vetes, dhe fakti që ata vet nuk janë rritur, e kanë të vështirë, ju duket shumë e pamundur që ne mund të rritemi, fillojnë pa dashur na dekurajojnë dhe na, po kjo nuk bëhet, po shumë e vështirë, kam nisur unë dietën mbas 2 javësh unë i rifitova të gjitha kilet, për shembull. Kështu që ka shumë rëndësi të kuptojmë nga kush rrethohemi dhe sa mbështetës është zëri atyre që ne zgjedhim të dëgjojmë. Duhet të jesh edhe një çik stoik edhe ti besosh zërit tënd dhe forcës tënde. Almeida, se jemi në limite, kam një pyetje tjetër. A është normale ndjenja e fajit kur ti bën një pushim, është diçka që prindrit e rinj duket sikur e ndjejnë kur ata marrin pak kohë për veten e tyre?
Po, sepse janë rritur me prindër që ju kanë thënë gjithkohës që unë kam sakrifikuar jetën time për ty dhe e kam parë gabim. Ne jemi rritur në përgjithësi me prindër që mamin edhe babin e kemi parë në familje vetëm në petkun e mamit dhe të babit, ku mami ishte anvisa që kujdesej, babi ishte babi autoritari që sillte të ardhura në shtëpi, por nuk i kemi parë kur këto dy figura që puthen për këdhelen, ledatohen, dhe nuk i kemi parë kur si dy bashkëshort me njëri tjetrin. Dhe ky lloj modeli që ne kemi parë dhe kemi parë si normalitetin ton, kur ne vetë bëhemi prindër dhe zgjedhim që të ushqejmë edhe rolet tona si bashkëshorte dhe bashkëshorte, na bëjnë që të ndjejmë ndjenja faj. Por jo, nuk janë të shëndetshme. Fëmia do të ketë dy prindër që duhen, dhe dy prindër që duhen janë dy prindër që i dedikojnë kohë njëri tjetrit. Po, edhe që gjejnë kohë dhe për veten, për pasionet, për hobit, se ndonjëherë duket sikur lihet në plan të dytë, kjo sakrifikohesh në maksimum për familjen edhe harron veten tënde. Duhet të respektuar edhe Fillon me veten. veten, ushet raportin në çift dhe pastaj ti bën më të mirë në prindërim. Almeda, faleminderit që e ndave Shumë kohën faleminderit. tënde të çmuar. Ishte kënaqësi. Me ne sot. Ditë mbar sot, ditë mbar. Faleminderit. Ju uroj ditë të bukur, Faleminderit. pacim. Mirupafshim. Mirupafshim. Okej, ja. Mama. Disa gjëra shumë interesante. Shumë, vërtet. Shumë të bukura. Për shembull, kjo e fundit që tha Almeida mua më bëri shumë përshtypje. Tani që e mendoj, është fiks kështu, në për familjet tona asnjëherë nuk kemi parë këtë anën tjetër të ndjeshme midis prindërve tan. Atë anën ku duhet shikojmë një model shumë të bukur edhe për të ardhmen e fëmijëve, Mendoj që dy janë njerëz gabime që që puthen që për Ka Ne raste do plot, t'i megjithatë po rikuperojmë përgjithësia të është kështu si brezion, thua ti. po plas Por ka në atë që përjashtime. kemi- Ja vum kapakun kësaj temës. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ishte një nga temat më të bukura në fakt që kemi diskutuar. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Muzikë. Vazhdojmë me muzikë. Themi pas pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.